أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم فلندرojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kanë Allahu subhanahu wa taala. E udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humb. Dërsa të cilën e lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij pastërt, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Mloni radh parë përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqeshme, të begashme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Të nderuar vëllezër, tema e radhës që autori i librit ka rëndit në librin Hadithe rreth moralit është akhlaqu tajiri muslim, ndershmëria apo morali i tregtarit musliman. Padyshim, për i begative që Allahu ja ka dhuru robëve të tij, është edhe llojshmëria që Allahu ja u ka mundsu robëve të tij me kërku riskun e tyre në forma të ndryshme të halalit. Ja u ka hap Allahu subhanahu wa taala dyrt e riskut dhe i ka kërku për tyre që ata ta kërkojnë atë, që me arrit atë dhe me arrit të halali në formën apo në formën e duhur. Allah subhanahu wa ta'ala, dashurit e mi, halalin dhe haramin e ka bët qartë. Halali dhe harami është i qartë. Halali dhe harami është i qartë. Edhe për atë e shese Allah te baraka wa ta'ala, për i begative që na ka dhuru është se nefsin, zemrën e robit e ka bërë që qetësohet kur është në halal. Kur puna halal, kur fitimi halal, zemra rahatohet në ta, zemra rrin të qetë. Ndërsa sot i na rujt kur është në haram e shesh që nuk e gjenë rahatin. Edhe ne sot i shohim shumë njerëz, nëse që tot fjalë që ka i thash edhe i marrim edhe i zbërthejmë edhe i zbresim në praktikën e njerëzve, e sheh njerëz që jetojnë me halal jo njerëz më të qetë. Pasha Allahun që është një. Ju betonë në Allah subhanahu wa ta'ala, merreni, analizojeni këta që kemë duke thonë, këshyri njerëz që janë të halalit. Pasha Allahun ata janë njerëz më të qetë në mesin e njerëzve. Këshyri njerëz të haramit janë të kundërtën e tyre. Ka plot të haramit që janë ndoshta në aspektin apo në posedim kanë shumë. Ka shumë në aspektin material e të patundshmërive kështu me radhë, ai ka shumë, po s'është rahat. E gjen një tjetër, e ka halal, e ka një rrugë dhe të thotë sa me ngi veten bukë dhe familjen e tij, mos mja zot dorën dikujt tjetër, është të jetu si musliman i qetë në familjen e tij, rahat me familjen e tij. Wallahi billahi, ka plot që ishe që shtash nuk din edhe që ka kanë. Ama ata pi dynjas gjithë që ka kanë, po atë kryesorën se kanë, rahatin shpirtërore se kanë. Krejt jeta ju shkon, merret i këshyre auton, krejt jeta ju shkon nga atje, nga këtu, shko atje, shko këtu, a hini, a dul, a erdh, a serdh, a mora, a se mora. Wallahi billahi po. Edhe në fund në auton e sheqi, a o që kjo jeta, jo jeta sa që kjo wallahi billahi jo. Jeta është ajo e cila jetë
është në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, e robi kur I bindet Allahut, po atjetër tani që edhe rizkun e tij duhet ta ketë halal. Për atë, pasha Allahun nuk kanë më rregullu çështjet tona, qoftë në shtëpitë tona, qoftë jashtë shtëpisë, derisa na nuk këshyrim çka po hajmë, çka po pim, çka po fitojmë, e çush me fitojmë, e çush me harxojmë. Kjo është shumë më rëndësi, dashurit e mi. Për me pas një familje të shëndosh, duhesh me këshyrë mirë në shtëpitë tonde, çka je tu çun shtëpi, me çka po ju ushqen e vlat. Në shumicën e rasteve, kur fëmijët rebelohen, kur fëmijët dalin, që thojnë populli, del kolosekit, del jashtë rendit, rast moralit, që duhet me pas, pasha Allahu na uton, një prej shkaqet kryesore është do të thotë harami. E pa që shtojnë populli e përmendin një fjalë, që thojnë, harami gufon, e qëtë kryt. E sot për fat keq, jetojmë në një kohë, ku shumica e njerëzve nuk e kanë gajle se ka hijbre, veç me rëndësi e kaj me I kap do pare, me rëndësi e kaj me e kap biznisin, a halal, aso halal, apo I bën zullum, as po bën zullum, edhe vjen do të thot me arsyetime të çuditshme, vjen me gjëra që çuditësh autan. Arsot s'kam që me bëhën, duhet që shto. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah të baraka wa ta'ala, na I ka hap dyrtë në 4 oni kitë halalit. Po shejtani I malkum, qashja ja blokon të runin në robit, ja blokon mendjen, sa që ja bëmë që kjo rrugë është rruga jote, s'ka rrugë tjetër. Po Allahu na falë të na përmisoft. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dashurit e mi, na ka qartësu këtë çështje. Hadithi Nu'man ibn Bashirit radiallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot e kom dëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baynahuma mushtabihat. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, halali është I qartë, edhe harami është I qartë. Në mes tyre ka gjëra të dyshimta, ka gjëra që janë të dyshimta, janë gjëra të dyshimta, e që shumica e njerëzve la ya'lamuhunna kathirun minan nas, shumica e njerëzve nuk I din dispozitat e këtyre gjërave të dyshimta, nuk I din ato. Tash thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëgjon, faman ittaqa ash-shubuhat, ai që ruhet prej gjërave të dyshimta, ai e ka rujt fen e tij edhe nderin e tij. Shumë më rëndësi, dashurit e mi, me njoft halalin edhe haramin, po edhe jashton rëndësinë edhe ma shumë kësaj me I ditë gjëra që janë dyshimta. Se shumica pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, çka po thotë në hadith, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, shumica e njerëzve nuk I din. Qysh nuk I din? Nuk kanë dëshirë me ditë, si marrin shkaqet për me ditë. Tash na krejt hoxhallar së në bohem, ti hoq së mundesh më bo, ama gjemat dush më bo, hoq së mundesh më bo, ama gjemat, që të me dhonë gjemat më bo, për shembull, kur ti ndëgjën për ndi hoqës saktum, se na nuk po dojmë me të lidhë ty as me mu as me atjetë, preferenca jote, po ti dush me pas një hoqë tondin që I fejnë dush me mësu për mes ti. A e ndjek ti ato ligjeratat e ti, shkon ku I mbona e ligjeratat, a kjo çështja jote, ti duhesh me pas një hoqë, një mësus që ta mëson halalin edhe haramin, nëse dën me I pas punë të lehtë nesër në ditën e Kiametit. Nëse dën me qenë nesër faqe bon ditën e Kiametit, ti dush me njoft halalin edhe haramin, edhe me njoft gjëra çka janë të dyshimta mes tyre, bone që to si njofte. Nuk ka me thonë nesër në ditën e Kiametit, ja Rabbi se kom ditë. Unë I kom thonë do të jem vetëri këtu që I kom
ma afër që vinë ligjëratave të mia e kom përmend disar, ku thonë nesër ditën e kiametit, inshallah nuk na ndodh kjo kështu. Ama ti kur ke gabun një çështje që Zoti për teje ka lyp ato me mësu, e na e kena spjegu ato, Allah ka me na rinjall, ka me të thonë, a pëngjeq që ta? A pëngjeq që ta? Po mëre hoxha, po hoxha. Ama që këj hoxha qatë mesele e ka spjegu, që si shku me ndigu ti këta? Që si shku me mësu këta? Valla e më konë të e këqyrë Barcelonën me Real Madridin. Valla e më konë me pi kafe. Da e ki po flas tashone, po flas për veti. Niko, edhe pse jom bind që s'du t'njo bo qefin të njerëzve. Jo, aj që dënë me mësu fen, vallaj billahi mja u bo në 3 natës ligjëratën, ata 3 natës vinë me ndëgju. Po hajtë që ka njerë më konë bashkëpunus, me do t'jem të ri qështu, kur po dani, po dhe në hoqë ligjëratën dilën, tash kur jenë kjerinë, po hoqë kërë e dilën, në e dilën dalë me grunë, s'thushti, vallaj ka njerë po mjenë këtë që me dhoë shtu, vallaj veç a haram se i kësha thirë që ato gratë të të pasha allaj, ajo e qëtë që këtë buri që të dilë me shëtit, tybe, Allah ti tash, një dilë del, 50 znel, po dana e ka tjetër ka me gjujt, po kujton ka njerë që na pohojmë detelin, jo, na dhe na hojmë që bopa e qëfte, tarakeret, biftek, disa që shtu kujtojnë, kujtojnë që të bashkë, o Allah, ti si të mashtru mua, dhe për mu hiqë pasajde, se ka më në gatë gajle a vjen asjenti, ti hupën fundit. Ama një djali i ri, që se ka asë një angazhim, edhe i neglizhën ligjëratat, tani, kur të ndodhin lapsuzet një jetë, e në keq kuptimet në fe, që jënë të ndodhë që do të të ma shumë, mos thuj që ka u bo, që asë u bo. 45 minuta bërën javë, së mund është me i zedhë të jam, me thonë në 45 minuta, du me shku me ndëgju një ligjërat, me mësu për i fesë Allah subhanahu wa ta'ala. A po thushe dënë Allahun ti? Po, e qysh dënë me dosht Allahun ti, kur ti se një ato? Nuk duhet Allah pa e njoftë. Merë një vesh këtë punë, duhet me marrë vesh shumë mirë. Për me dosht Allahun, duhet me njoftë Allahun. E për me njoftë Allahun, edhe me njoftë Rasulullah s.a.s. se masadirut të shëri burimet e fesë janë 2 bazë, ka dhe tjera, po 2 kërësorët po i përmendi. është Kurani edhe Sunneti. Për me njoft Kuranin edhe Sunnetin duhet me njoft ata, për me dasht, duhet me njoft, duhet me mësu. E ajo nuk vjen të flajtë në gjumë, që shje të flajtë me ardhe me të abo, Iqra, Gjibrail a.s. Zvjen, o kry, ajo misioni Gjibrail a.s. o kry me këtë punë. Por atë Allahu na drejtofte, na falët. Tha halalli i qartë, harami është i qartë, mes tyre ka gjërat e dyshimta që shumica e njerëzve nuk i din, kush i ruhet dyshimeve e ka ruajtur fen e ti, e ka ruajtur fen e ti dhe nderin e ti. Ai që ka ron dyshime, ka ron haram. Ai që ka ron dyshime, ka ron haram, sikur se ai bariu që i kalon kopen e ti, e kalon me kullos afër me gjës tjetrit, që në çdo moment pritet saj hajvano, kur i shën baria, që ata Allah i ka bu kujdestor, me dojnë me i këshu, se ato nësë selena i del me shtë hujhan, e kur han me shtë huj, tane i ka hi haramit. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, në fund hadithit madh, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna fil jasadi mudgha, në trupin e njeriut është një cop mishi, idha saluhat, kur ai përmisot i tër trupi, kur prishet i tër trupi, ajo është zemra, dashurit e mi. Tash dikush thot mirë, a përshë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fund ja qiti piken halalit edhe haramit, edhe gjërave dëshimta. Kush ko ka? Zemra dashurit e mi. Parat rregullojt zemrën tonde. Rregullimi i zemrës në kupton atëre, zemra jote s'ka me pranu haramin. Zemra jote ka me lyp veç halalin. Parat Allahu na bof për atyne që punojmë me halal. Morali i tregtarit të mirë, të ndershëm. Qysh ka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam?
أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة صدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, katër cilësi nëse i ke, nuk dëmton asgjë nga kjo botë që mund të mungoj. E para, ruajtja e amanetit, besës, kur të lën dikush në besë diçka në amanet. Pastaj, sidqul hadith, sinqeritetin fjalë, kur fol të jesh i sinqert. Wa husnu khaliqatin, sjellje e mirë dhe ndershmërinë fitim. Çka kjo me temën që tham? Çka kjo tema? Ndershmëria e tregtarit musliman. Morali i tregtarit musliman. Jo ndo, pe them këtë kontekstin e standardit e vesh mos mujt me talshu mjekrën. Talshon mjekrën deri te guni. Vllai dashtu, po vllai dashtu, po. Ama ai vllai dashtu me talshon mjekrën. Tap. Businessman. Rent. Mashtrus. Rena u thonë, si vjen bare edhe me e modhe, fa haji. Unë e kom qevi, unë e haji Kastraveca. S'fa haji Kastravec, me i rajt njerëzit, me i mashtru njerëzit. Mashtrimi ndaj njerëzve, ati vëllaj, a disa e rondash me i mashtru njerëzve, u thonë. E sidomos, ai kur kus bëmëre me i mashtru e pare me ndonë vendin tonë, këtu që njerëz menzi po mbjetojnë. Ndështë ai që ato pare që i ka bo për biznes, jon kafshata e ti e fundi që dënë me i mbajt e vlatë e ti e këtë, ti shkani a mërë me të pa drejt. Ta biznesmenat e Kërëzëmonit. E ki po? Bën tregti, e merë malin, shkon tash ky agent tregtari, që e ka qu malin, shkon me aly parët, hajde nesër. Pasha Allahun, në të regoj ke një gjebatlive tonë, që është agent tregtara, o kam vjen bare, shkam vike mas zërti, shkam vike, 5 vakt namaz a i dosti, 5 vakt. Po thash shkobarë, pëse po t'jem bare? Thuj përkone tu falti, ose t'ni. Kuj bja që t'kytë sesne? Pasha zote me zbën një dhok, këtë njerë, këtë njerë, du të falti. Du të me thë më falti njerë. Ndreqin e këto punë për zbën, kështu, du të më falti. E falmi është obligim veti, këto e në obligime tjera veti, se ka njerë nej pështilli, ma të ka të ja këpa me rëgjum, ja më së falë, shpunë, mi thonë njerë se më së falë. Jo, më falë, po du të mi thonë, ma bese mëse qatë namaz që e të e bo, ma bere mëse jashit hien e keqit namazit, se namazit e punë e ndershme. Namazit e ep një emën të madhë të ep. Parat, vëllaj po du një porosimi e udhuru gjithë atinve që kanë biznese, trajtojnë i mirë njerëz. Tërtin kër e bëneni me ndërshmëri, që po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. 4 qësi nëse i ke nuk dëmton asgjë nga kjo dynja. Kur gjos dëmton, edhe kur gjomon gjislen. Një për i tëne, që ato pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndërshmëria në fitim. Bënu i ndërshëm bre. Bënu i ndërshëm në fitim. Kur fiton me ndërshmëri. Mos i mashtron njerëz. A din që në ditën e kiametit, mashtrues, tradhtarët kanë me pas kanë i flamur mbi kokë kur kanë murin gjallë. Edhe kanë me shkruar këta janë tradhtarët, mashtrues. Tash ti para mendon, njeri që shtash zoti na rujt po thon. Që tu sajnë ana 2-300 veta apo. Që tash mu çu më kon mesin tonë do të mashtrues, edhe na me përmend me emën ato, ai ndihet shumë i turpur mesin 2-300 veta apo. Tash ti para mendon nesër ditën e kiametit, prej Ademit Alesand deri te njeri fundit, edhe këtë njerëz të shohin apo thon. Parat du të më frigu Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka thot në hadith, البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا بينا بورك لهما في بيعهما. Ndjej këtë hadith të madh. Thot dy palët tregtuese janë të lirë të ndryshojnë kontratën e shitblerjes, me ndryshu pazarin, derisa nuk ndohen, sa jonë prezent. Kur të ndohet, s'ka moze, jo ndaj, po e bën marveshen, do me vleqe të po, sa, pezoj, 5.000,
kur thinë bazë gjysore, ja s'ka dashmu. Që aty sa je pazari, kur kryet pazari, s'ka mu këthim bazë asaj. Nëse të regonë të sinqert, dëgjaje, nëse të regonë të sinqert dhe sharojnë gjërat mes vete, begatohen tregtinë e tyre. Vallai shumë me rëndësi me posti tregtinë të bereqetshme. Ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dy veta janë të sinqertë në tregtinë e tyre, Allah është i treti me ta. Me kënë është Allahu, ahupaj, me posti Allahun në tregtinë tonde. A që të me thonë kjo? Që ta nga sot të rënkoj, me e ki po, gjdej dyti pej neve, s'po ka përreqet. Po s'ka përreqet kështu se t'i ka hi uji. S'ka mund t'i qëto fjallë që e ka thonë Muhamedi sallallahu sallam, që to fjallë janë hak. Këtu veç du të me këshur mja plëtsu kushtet, kriteret me plëtsu. A i ka thonë se ata që janë të sinqert, në shitblerjet e tyre, në tregtit e tyre, Allahu i begaton atë tregti. S'ka mund si mos mu begatua jo. Duhet me hekvi mend ato që si nuk gjenë begatin tregtin tënde, këshur se që ati që jetu e marë malin, ose jetu e marë me të padrejt, ose jetu i bozullum, ose shit jetu e shit malin, jo si duhet. Subhanallah, du me përmen një rast çfarë morali kanë pos selefi, musliman të parë të hershëm, e ka që shërtorin, ka thonë shko bleje filon në kalin, se mjeti uhtimit kalin atë kokën, bara si me kersat. Si me i thonë shko bleje në kerë. O shkut punëtori ti, shërtori ti në pazar e ka ble kalin, kër e ka pru kalin në shpi, e ka po këqis, që ato pare që e ka ble, bon qka? E bon të rifishin e aty në pareve. Si me thonë ti, mi thonë për shemull, pesojnë, mi thonë djallit tënë, punëtorit tënë, shko ble ma një golf tresh, a i vjen të aprun një teq. Treshje, teqi, bëjke e ka një dalim të madhë. Ama qërë morali i madhë, halali, o shku të tregtari, ka thonë që kë kali që ma keshit, nuk e ka këtë qmim. Thuhet deri sa e ka pru në qmimin e ti real, atër e ka e partë dhe ka marë. Që kjo morali i madhë, ato. Që kështu dashurit e mi e kanë bojt edhe për mbylli se erdhë koha e zonit. Që kështu e kanë bojt e ndelusin Spanjën e Soqit, që nuk është vendi muslimanëve. Spanja e Soqit ka qenë djep i dijes i muslimanëve. A dysh e kanë bojt ata ato. E kanë bojt me ndërshmëri, me amanet dashurit e mi. A e din kur janë hi, kanë dash me e okupu Spanjën e Soqit, i kanë qu me i këshyr mas sportin hinë pazar të tregtar, ku tema janë me i këshyr shka përbojnë. O shku e ka pyt, ka thonë, si me thonë për shembull, sa kilogrami i mollave, ka thonë vallai, si me thonë, 1 euro është, po kjo këshë i ka matë mira i ka. Matë mira i ka. Ka shku ma ndej, e ka po një fmit vogël të gjujt me hark, me shigjet, me strelë që i thëjmë na, të gjujt në shej, sa herë s'pe godet cakun pëkon. O këthyte zotëria i vetë kë Argadi ka thonë, që to jonë qilësit e popullit, ka thonë halasko ka koha mi okupuna këta. Halasko ka koha na me marë, me sundu atë vend. Ka shku mbas një kohës. O hi në pazar, kër hi në pazar, ka thonë sa kilogrami i mollave, ka thonë këtë e në mollat, matë mira në pazar, s'ka matë mira të të mijen. Matë mirat, o shku fëmijët atje, si ka pa mo të umarë me ato. Me atë pun, o këti të zdreja, ka thonë, tash bëne gati u shtrit, nisën të marim të uzurpojmë atë vend, edhe e kanë uzurpu. Kordoba, merë në këtheju një djemë të ri, këtheju Googles, i thonë e shejk Google, shkruja aty Kordoba, edhe këshëra aty, do më thonë dija cila ka të burupi ati vendi. Ka qenë djep i dijes, muslimant janë konë, që a i sot, a e ki po, ta sot o qelë dynjaja po dolin a e ki po, arkitekturën, e ki po arkitekturën që e ko, unë e kom një miktemin arkitekt e kom.
Po më thot, tha hoq, tha, jam tranu, tha, tranu, jam gati metë më kanë ndalë pe arkitekturës që e kom pa në Kordova, se shumë, aman ja rabbi, se tash koha, sa është lete këta, ani tash këj qatë GPT-ja, po pa, një për doktorve të mëdhej, kemi intervjist një podcast, isha të e përcil, tha, për një liber, kër e kom shkru më ka marë, bëmba kjede me vite, një punim që e bëj, tash qatë punim, tha e kry për një dit e gjysë 2 dit, me qatë GPT. Ta është që do të qatë GPT-s, veç din mja je për mosat sakt. Ta qëtë kullaqin, qysh dënë të jautën. Krejt dhe lautën, krejt pashamandin e Zotit, veç duhet me dit, me e lyp Hasanin, se Hasan Hysein, ofër jonë, e lyp Hyseinin, nuk del Hasani. Ama din mja je për koordinatat mirë, e për këto që po i thëmë, këta djemë të rije, din shumë mirë. Edhe në këmë thonë, kjo e mirë, tash dikur vësë thotë se, sot që qëjtë shëj bombën hoxha, jo, edhe në vete përdori. Ama këmë thonë, kjo e mirë, beveç, po tutna që këtë do mi bo njerës budalë. E ki patash edhe në statu, se kër përshkruj, s'po dynë, jo, Ismail Kadereja, që dhe është kjo, pëtën. Se me po mja jep, lapsin, me i thonë një fletë, shkruj një 3 reshta, ashtu s'dini me shkru. Ama aty në Facebook, mashallah, thush, të barëk Allah, akademik. Kër e vetë, sa e ki pas gjush qipe, ma e ka pas një halë, shë ke të reveloj ke me të zili dëshma pa t'jep. Që kjo është realiteti. Allahu na përmisov gjendjen tonë, na falë neve, na i falë për ndër tonë, aty ku e kem qëllu për mirësive zotë, ku kem gabuar për mjedhë shëtanë, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. جو سے